Përshëndetje të gjithëve. U prit me humor si fillim dhe përqeshje, pastaj vazhdoi me akuza për falimentim dhe ja ku jemi sot, Shkolla Kombëtare e Fluturimit, qel dyert e saj. Dua në radhë parë të falenderoj partnerët tanë të Elbit Systems, një prej ekselencave globale të industrisë ushtarake, që besuan dhe që na u bashkuan në këtë projekt ambicios, duke na vënë në dispozicion dijen e tyre të spikatur që e bën Elbit Systems një prej kompetencave më absolute në botën e sotme të zhvillimeve të teknologjisë ushtarake. Dua po ashtu të falenderoj, nuk e kam bërë më parë akoma, por sot dua ta falenderoj sepse tani më ka marrë formë të plot me një sër partneritetesh, edhe administratorin e përgjithshëm të Kajos, zotin Veliu. Dua të falenderoj stafin e Ministrisë së Mbrojtjes, pa diskutim të pa zëvendësueshmin shefin e shtabit General Kingjin për kushtimin e tij mbreslënës, për vullnetin e jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha për ambicien e tij në udhëheqjen e një procesi transformues për forcat tona të armatosura, që jo shumë larg, po një dekadë më parë ishin lënë në mëshirë të fatit, dhe njerëzit tanë të zot, patriot, vullnet mirë, jetonin si në lëmoshën e shtetit, ndërkohë që historitë e korrupsionit për të kapur një vend në ndonjë mision paqërues jashtë shtetit ishin barsaleta të dhimbshme. Sot, forca jonë armatosur është më e mirë paguaja në rajonin tonë, dhe ambicia jonë e shpallur është që në rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, forcat armatosur shqiptare do të jenë në mesataren e forcave të NATO-s për sa i përket kontributit të shtetit, të taksapaguesve për pagat e tyre. Më vjen jashtëzakonisht mirë që fal edhe punës së përkushtuar të lidershipit të Ministrisë së Mbrojtjes, ministrit, zëvendës ministrave, dhe përsëri fal përkushtimit të shefit shtabit dhe të shtabit përgjithshëm, jemi duke përjetuar një kapitull të ri në raportin e rinisë me forcat armatosura. E kemi nisur këtë përpjekje me një vështirësi të jashtëzakonshme për të afruar të rinjt, por sot është gjithmonë e vështirë të zgjedhësh midis shumë kandidaturave që vinë, dhe kjo shkollë kombëtare e fluturimit është një tjetër shembull. Kemi një numër të konsiderueshëm të interesuarish, ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë, dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova. Ministri i Mbrojtjes është garkuar të kërkoj
nga Ministri i Mbrojtjes Kosovës nëse ka interes për të stërvitur këtu dhe për të certifikuar këtu dhe pilotët e ardhshëm të Republikës Kosovës dhe po ashtu të njëjtën gjë edhe për 2 vendet e tjera fqinje që janë dhe antarët NATO-s, pasi kjo shkollë gëzon qysh nga momenti i parë kredibilitetin e padiskutueshëm të ekspertëve ndërkombëtar të Elbit Systems dhe patjetër edhe eksperiencën e njerëzve tanë të forcës ajrore, të cilët besoj se komandanti i forcës ajrore ma pranon ta them, kanë rifilluar të buzëqeshin. Sot ne kemi një flotë ajrore tërësisht të gatshme, ndërkohë që na u desh të kalonim nëpër kalvare të paimagjinueshme historirash me mirëmbajtje, me bllokime, me ngecje, me lloj-lloj çuditërash dhe tani më jemi plotësisht gati edhe për të përballuar sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë ku betejë me zjarret është e pashmangshme. Të gjithë helikopterët e forcave tona ajrore janë në punë, në ndërkohë po punohet edhe për të shtuar kapacitetet për sezonin dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do të shtohen këtyre forcave. Dhe Shqipëria do të bëhet vendi ku kapaciteti i helikopterëve qoftë luftarak, qoftë për emergjenca civile, do të jetë ndër më të spikaturit e rajonit. Së fundi dua të them se ky është njëri hap. Hapi tjetër është shkolla kombëtare e forcave speciale.